Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka caktuar ambasadorin e ri në Tiranë. Donald Trump ka nominuar Eric Wendt nga Kalifornia, i cili do të shërbej si ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë pas vendit të mbetur vakant nga Yuri Kim 3 vjet më parë. Eric Wendt është nga Kalifornia, ai ka mbaruar shkollën ushtarake dhe ka shërbyer në ushtrinë amerikane për 35 vjet, nga viti 1986 deri në vitin 2021, duke arritur gradën e general lejtenantit dhe njëkohësisht duke qenë drejtues i operacioneve speciale të NATO-s në Bruksel, ndoshta pozicioni më i lartë që ka arritur ndonjëherë. Është general i berretave të gjelbra i forcave speciale, ku ka shërbyer për 30 vjet, ndërsa 4 vite të tjera në infanteri. Ka shërbyer kryesisht në paqësor, një gjuhën arabe dhe koreane, dhe nuk është diplomat karriere. Eric Wendt bëhet i pari ambasador jo karriere, pra jo i Departamentit Shtetit që shërben në Shqipëri. Të gjithë ambasadorët e tjerë që kanë qenë në Shqipëri, që prej atij të parit vitit 1925 dhe deri tek Yuri Kim, kanë qenë përfaqësues Departamentit Shtetit. Eric Wendt bëhet i pari përfaqësues politik dhe pritet të aprovohet nga Kongresi dhe Senati për të mbërritur në Tiranë.